përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, si po ecë mbarvajtja e këtij samiti? Për momentin janë këto fjalime duke u mbajtur, cila është përshtypja e momentit atje për këtë ngjarje të madhe? Përshtypja e momentit është që gjërat po shkojnë mirë, nuk është se pritet ndonjë, po themi, rezultat konkret nga ky samit. Duhet kuptuar që formati i këtij samiti është më tepër për dialog dhe koordinim politika sesa për gjëra më të prekshme dhe më konkrete. Është një komitet i cili është krijuar në 2022 për shkak të ngjarjes në Ukrainë dhe u mundua atëherë që një organizim i tillë do ishte mirë që ti të krijoje një koordinim i gjithë atyre që përket atyre shteteve që i përkasin rajonit gjeopolitik të Evropës, me përjashtim të Bielorusisë edhe të Rusisë. Kështu që më tepër ky komitet ka të bëjë me koordinim sesa me, po themi, ndonjë rezultat i cili do jetë edhe aq i prekshëm për publikun, domethënë. Një nga rezultatet e vetme që ka pasur, ose të pakta që ka pasur ky lloj komuniteti, ka qenë fakti për shembull kur ka ndodhur konflikti midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, që u arrit në marrëveshje të çohesh një po themi një trup e BE-s aty në kufirin midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe më tepër tani në të ardhmen parashikohet që mund të ketë marrëveshje në bashkëpunim apo fonde po themi për vendet të cilat duan të integrohen më tepër në Evropë, por rezultate konkrete në ato të cilat ne përqejmë që t'i prekim, nuk është se mund të priten aty sepse nuk është formati i tipit tillë. Ky është më tepër format koordinimi i politikave. Keni ndonjë kritikë sa i përket organizimit apo gjithçka ka shku mirë? Ja, që theme, për sa i përket marketingut politik, Rama është disa hapa para, domethënë, kështu që nuk është se esin keq gjërat në këtë. Duhet kuptuar një gjë, pavarësisht se ne jemi mësuar me këto hapat po themi që duhet në bërë hapa konkrete etj. Edhe takimet midis njerëzve, domethënë, ose midis krerëve të shteteve janë të nevojshme. Domethënë, është mirë që për shembull sot ti ke në samit ke edhe drejtuesin e Armenisë, po ke njëkohësisht edhe drejtuesin e Azerbajxhanit, që ka një konflikt që kanë kaluar. Ti ke Turqinë këtu, ke Serbinë, po ke edhe Kosovë. Pra, ai që do që të gjej hapa ose kanale komunikimi e ka më të lehtë në samitet të tilla që të bëjmë biseda kokë në kokë, dhe kjo është më e mirë se sa të rish secili në atë lagjin e vet, domethënë duke mbajtur ato mëritë e veta. Në këtë vjetim dhe kjo është fryma e këtij lloj organizimi, domethënë gjithë ata që i përkasin brezit ose mos themi spektrit kultural europian, ose që e ndjen vetëm pjesë e këtij spektri kultural, të jenë pjesë e këtij organizimi, domethënë, dhe të kenë mundësi të flasin me njëri-tjetrin, të komunikojnë, sepse gjërat është mirë që zgjidhen nëpërmjet dialogut dhe jo nëpërmjet luftës apo izolimit. Po, ndërkohë një samit tjetër, samiti me popullin, po themi kështu në thonjza, u paralajmërua që do të mbahet nga ora 17. Ka diçka serioze këtu që mund të aprish ndoshta edhe imazhin e gjithë këtij organizimi që është bërë sot? Ja, shiko, ka një... është interesant të mendosh në këto momente Berisha nuk është në Shqipëri. Domethënë tek këtu dallohet, po themi, pafulësia e opozitës. Berisha është në Bruksel për një takim, po themi, rutinë të Brukselit, ndërkohë që gjithë vendimarrja kryesore e Evropës është në Shqipëri. Janë gjithë president dhe kryeministra, ata që kanë në dorë që të marrin vendimen, që të gjithë ndodhen në Shqipëri. Kështu që një takim me ca parti në Evropë, domethënë minimumi tregon një pa aftësi për të kuptuar se si bëhet politika, domethënë është nëse do doje realisht ta kishe me tërmend, ti do të ishe këtu dhe të mobilizoje strukturat e tua që të dilin për atë që ti pretendon, vjetin e zgjedhjeve. Por kur ti ikën dhe largohesh për një takim të parëndësishëm, ndërkohë që gjithë Evropa ka ardhur në Shqipëri dhe i thua atyre mblidhuni dhe unë mund të vi në fundit takimit, është diçka e cila nuk është serioze, domethënë nuk është
nuk është e rastësishme që Rama e fiton gjithë përballjet me Berishën, domethënë. Atëherë, nga bisedat që patëm më herët pikërisht me kolegë tuaj nga atje, u përmend edhe mungesa e Kurtit dhe e quajtën që do duhet të ishte patjetër Kurti, ishte e nevojshme prezenca e tij në këtë summit për t'i dëgjuar nga afër të gjitha. Si e shihni ju në perspektivën tuaj? Që po ti bësh re, ata që kanë marrë pjesë, domethënë në këtë summit, janë ata që janë vendimarrës. Pra, në Turqia erdhi Erdogani. Po themi nga Britania, Starmer, Macroni. Macroni për shumë erdhi vetë, nuk nisi kryeministrin. Meloni erdhi vetë, nuk nisi presidentin, sepse presidenti po themi në Itali nuk ka aq fuqi. Pra, kanë ardhur gjithë ata që janë vendimarës. Respekt madh për Osmanin, por nuk është vendimarës në Kosovë për shkak të pozicionit që ka si presidente, sepse kushtetuta e Kosovës e ka përcaktuar qartë që ata që janë kryesisht vendimarës është kryeministri. Dhe do ishte mirë që t'ishte dhe Kurti këtu. Tani, nuk ka ardhur këtu sepse nuk ka dashur vetë, apo ka qenë një bllokim i Evropës për pjesëmarrjen e Kurtit këtu, për momentin këtë nuk e di. Por mirë do ishte që Kurti t'ishte këtu, domethënë, edhe të Pse mund të ishte kjo e dyta, pra që po e thoni, që të ketë një bllokim për momentin? Po sepse në drejtim të Kosovës e para një vazhdojnë që qëndrojnë ato sanksionet dhe Kurti nuk është thirrur ndonjëherë në takimet e larta, domethënë gjithmonë e ka munduar që ta mbajnë larg, vetëm atëherë kur është absolutisht e nevojshme që të vinte, mund të takuar ndonjë zyrtar i lartë. Pra janë ato sanksionet që kanë filluar që nga incidentet në manastirin e Banjskës, domethënë, për cilën që në koha e ndërhyrjes në veri, domethënë, që pastaj solli dhe atë të Banjskës. Pra janë ca kufizime në përfaqësime të Kosovës, në të cilët është preferuar nga ana evropianëve që të po themi, vi presidenti e Kosovës, e cila shikohet si një figurë më konsensuale. Do të thënë që në këtë drejtim edhe këmbgulja e Kurtit për të vazhduar për nxjerrë të njëjtin kandidat për president, domethënë për kryetar kuvendit në Republikë, domethënë kjo këmbgulje që po arrin në një bllokim të total të kuvendit, gjë që nuk është normale për mendimin tim, Kosovës, nuk ndihmon në përmirësimin e imazhit të Kurtit në sytë evropianë, në cilët ai shikohet si një person i cili nuk mund bëhet marrëveshje, nuk mund bëhet deal, kështu që nuk është mirë që të rritet në tavolina të tilla. Zotëri Tafani, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte sot. Faleminderit. Faleminderit.